Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshje mes SBA dhe Iranit pritet të reflektohet në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Histra Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas tij, vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare. Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të hënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnecit do të kryhet një vlerësim i plot i ndikimit të mjedis. Lidhur me protestat që vijojnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet. Kos zbuloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e mjedisit. Komisionerja vuri në duke se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidhet me mjedisin. Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qëndrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnecit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e arritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtica e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për t'i paguar tarifa e Iranit për tranzit përmes ngushticës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Parlamenti hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 3 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magyar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magyar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që i lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz për fshirë kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Britania e Madhe do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit nën 16 vjeç dhe do të vendosë kufizime në platformat e lojrave dhe transmetimeve të drejtë për drejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do t'u japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lojrave dhe transmetimeve të drejtë për drejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.